Rreth 5 muaj pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, Vladimir Tollić Blagojes Pasojević dhe Dušan Maksimović, të akuzuar për sulmin terrorist në banjës të Zveçanit, do kthehen sërish në gjykatore për të përballur me drejtësinë. Pasi që gjykata e apelit mori vendim me të cilin e ka vërtetuar akvendimin për konfirmim të aktakuzës të marrë nga gjykata themelore në Prishtinë, kjo e fundit ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor. Seanca ndaj 3 të pandehurve që janë në paraburgim është caktuar që të mbahet më 17 prill. Por për këtë seancë nuk janë njoftuar edhe familja e arreshterit që mbeti i vrarë në sulmin e Banjskës. Avokati i tyre Arianet Koci thot se ende nuk kanë pranuar asnjë njoftim për seancën, derisa thot se gjyqësori duhet të e trajtojë me prioritet. Njëra prej arsyeve që thuaja askush në shoqërinë tonë nuk është i kënaqur me gjykatën është edhe mukja. Ju jeni të informuar që është caktuar seanca, unë nuk e kam këtë informacion. Kjo është e papranueshme. E dyta, unë e kuptoj që gjykatat janë shumë të ngarkuara, po zvarritja e një çështje me interes nacional për shkak se këtu ka qenë e rrezikuar siguria kombëtare me këto veprime është e papranueshme. Është dashur çdo veprim të bëhet me prioritet dhe me një urgjencë. 3 të akuzuarit në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur në tetor të vitit të kaluar nuk kanë pranuar fajsin për veprat që i akuzon prokuroria speciale. Ndërkaq pezull e pa një drejtim mbetet edhe më tutje gjykimi i 42 personave të tjerë. Gjykata Supreme ja ka lënë në diskrecion gjykatës shkallës parë, pra kryetari i trupit gjykues që të vendos. Unë jam i përgatitur për 2 opsionet, sidoqoftë ndaj atyre të akuzuarve që janë në arati, ka veç masa, pra ata nuk mundën me dalë më prej Serbisë, edhe kjo gjendje do të jetë permanente, ata më jetë normale, nuk kanë. Në shtator të vitit të kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzë ndaj 45 personave nën akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të tjera të rënda penale. Si lider të këtij grupi që organizoi sulmin që ndodhi më 24 shtator të vitit 2023, PSRK e ngarkon Milan Radojčićin, i cili edhe më tutje është në arati.